Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira dhe begatia Allahu qoftë mbi ju. Mirë se po takuam teleshikues të nderuar. Sikur se çdo radhë, edhe sot kemi të ftuar dy nga hoxhallarët e komunës së Prishtinës. Dy nga hoxhallarët më të ri, më thonë, që i kum pas deri sot. E kemi hoxhën e nderuar edhe Hafuza, mashallah. Hoxhën Suheb Efendi Ashani, imam në xhamin Sudi Efendi. Mirë se erdhe hoxh. Mirë se gjeta. Edhe hoxhën e nderuar Erjan Efendi Shabani, imam në xhamin Medina. Mirë se erdhe hoqë. Mirë se gjithë. Faleminderit që ju keni përgjigjë ftesës, Zoti ju shpërbleft. Edhe pse ju si tri është deshtë në fillim ju pas, po ju kemi lanë për ëmbëlsirë në fund të Ramazanit. Me ju inshallah do të diskutojmë së bashku çka pas Ramazanit. Hoqë Suheba, mund është pak një përshkrim këtë ditë edhe net që i kalum, që dikujt ju ka ndodhur gata dhe shumë gatë që skriven kur. Po, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka mundësu me i agjeru të gjitha këto ditë të Ramazanit dhe me i dal në krye, siç thonë populli, pra këtij adhurimi dhe kësaj shtylle të fesë. S'ka dyshim se këto ditë me të vërtet janë prej ditëve më të çmuara që njerëzit, pra besimtarët, mund t'i kalojnë në jetën e tyre. Andaj edhe Zoti xhaleshanuhu kur i ka përmbyll ajetet e agjerimit, pra ato ajetet të cilat neve na ka urdhëruar me agjerim, në fund ka thonë ayyaman ma'dudat. Pra janë ditë të numëruara, ditë të cilat kalojnë shpejt. Dhe që besimtarët musliman duhet me ditë që koha e tyre është e limituar sa i përket kësaj çështje. Dhe këto ditë me të vërtet kanë qenë ditë të cilat për neve paraqesin një begatim me të vërtet mjaft madhe, duke pasur parasysh që Allahu Azza wa Jall na ka bërë të mundur që me i arrit dhe me i agjeru ato, por edhe me përjetu prej begative dhe mirësive që Zoti xhaleshanuhu i zbret në to. Kur e dim se Allahu xhaleshanuhu në shumë ditë të Ramazanit i mëshiron robërit e tij, në disa ditë tjera i fal nga gjitha gjunat që ata i kanë bërë më herët, por edhe në ditë tjera i fal dhe i liron nga zjarri i xhehenemit. Andaj ne duhet ta dimë se me përfundimin e këtyre ditëve të cilat me të vërtet kanë kaluar shpejt, duhet ta dimë se edhe jeta e besimtarit është kështu e tillë. Pra duhet të jetë përmbushur me adhurime dhe me mirësi që Allah Azza wa Jall i ka përzgjedhur për robërit e tij, dhe duhet me ditë që ne duhet me reflektu kundrej kësaj, sepse jeta jon kështu kalon, pra kalon shpejt sikurse këto ditë. Do të ketë përgëzim në këtë dynja për ata të cilët i kanë shfrytzuar këto mundësi, por gjithashtu edhe në botën tjetër. Ndërsa për ata të cilët nuk i kanë shfrytzuar këto, me të vërtet kanë për çka mu mërzit, sepse me të vërtet kanë humbur shumë mirësi që Allah Azza wa Jall i ka falë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj e lutem Allahun që na i ketë pranu krejt këto vepra që ne i kemi bërë dhe na i ketë falur gabimet tona. Amin, amin. Domethënë, duhet me qenë të kujdesshëm se qysh po shkoj ka Ramazani shpejt shkon edhe jeta. Po, ashtu është e vërtet se jeta jonë është me të vërtet mjaft e shkurt dhe duhet me i shfrytzu krejt ato mundësi që Allahu Azza wa Jall neve na i ka dhënë. Ne e dimë edhe prej hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam se ato gjëra që ne duhet me i shfrytzu më herët dhe që na ka porositur pejgamberi alayhis salam, ka thonë edhe rinin tënde para se të vi pleqëria, por edhe shëndetin tënd para se të vijë smundja, por gjithashtu edhe jetën tënde para se të vdesësh. Allah na bof tillë që më shfrytëzu. Hoxherian i përjetun këto ditë edhe këto net. A ka diçka që sheja gjurmë, thesar, diçka që më të vërtet kena trashëguar pe këtyne ditëve dhe netëve që i kalum?
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pa dyshim që vetë Ramazani është thesar në veti. Po ky thesar i madh në veten e tij ka disa vlera të cilat duhet të trashëgohen me besimtarin gjatë tij. Nuk ka dyshim që qëllimi kryesor prej Ramazanit, prej agjerimit i tij, është që besimtari të arrijë devotshmërinë. Ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, la'allakum tattaqun, me shpresë që ju të bëheni të devotshëm. Thesari kryesor që Ramazani ose që na duhet me trashëgu për Ramazanit është devotshmëria. E çka është devotshmëria? Është me vepru njeriu atë që Allahu e ka obligu, edhe me u ndalu nga ajo që Allahu e ka bë haram. Po a është kjo i vetmi thesar që na e kena gjetë në Ramazan? Jo. Pi thesareve tjera është edhe shëndeti i mirë që na ka ardhur për Ramazanit, sepse Allah subhanahu wa taala thotë wa an tasumu khairun lakum. Nëse ju agjeroni, kjo është më e mirë për juve. Po vjen edhe me këta shumë tjera. Bashkimi familjar që shumica jon e popullatës tonë rrallë e përmatash bashkohen. E Ramazani është u kanë edhe vazhdon me kanë edhe këto momente mundësia e artë që besimtarët me u bashku me njëri tjetrin, me ndruna i laf, me u pa, e me i majt lidin të farefisnore. E krejt këto në veten e tyne kanë shpërblimet një pas njëshme. Ne e pom gjatë Ramazanit, kjo është, mund me thonë që jo rollë herë ndodhë, jo veç këtë Ramazan, po edhe Ramazanit e kalum, fillimi është ko gjani farë vrulli i besimtarve në për gjamit, në për punë të hajrit, namazë kështu, po e shumë që ka mesi bjen. Tani në fund apet një pjesë i kthejen, pak ma me angazhim, po tani me kalimin Ramazanit, një farami bukur e modha, që kur një farforme e llogarisin që e kanë garantua, s'kanë nevoj. A, që shpjegohet kjo hoqë? Po, kjo është një gjë prej gjërave domethënë që ndodhin dhe është normale, por ne duhet ta dimë se Ramazani, duke qenë që është domethënë njëra prej veprave dhe shtyllave të fesë, për neve duhet me paraqit një shans që ne me shfrytzu atë. Dhe që veprat e mira, ashtu siç ka paralajmëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet me qenë veprat të cilat besimtari musliman nuk është as prej atyre që të projnë në to, por as prej atyre të cilët domethënë nuk i shfrytëzojnë ato të mira. Andaj me ardhen e muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë e ndjejnë një kënaqësi, të gjithë e ndjejnë domethënë një hare dhe gëzim në ambientet e tyre dhe disi është e lehtë për ta që ata t'u afrohen pra veprave të mira. Mirë po, si që thatë edhe ju më herët me përfundimin e këtij muaji, disi besimtarët ndjen një lloj mërzie, ndjen një lloj, si me thonë, mungese të një musafiri që i shoqëron ata për gjatë një muaj të tërë, për gjatë gjithë këtyre ditëve, dhe më pastaj ulet edhe intensiteti i veprave të mira. E kjo është edhe prej atyre gjërave që pejgamberi alayhi salatu vesselam ka dhënë shpjegim në një hadith të vërtet ku ka thonë inna likulli amelin shirra wa likulli shirratin fatra. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghayri dhalika faqad halak. Pra ka thonë për çdo vepër të mirë ka një ngritje dhe një intensitet të lartë dhe të shtuar. Pra që besimtarët musliman i shohim që e mrrin atë kulmin e vet në to. Por thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas arritjes së këtij kulmi të madh, vije një lloj rënje e cila është domethënë rënje normale. Dhe ajo që neve duhet më na interesu tek ky hadith i pejgamberit alayhis salam është pjesa tjetër, por pjesa e dytë, ku pejgamberi alayhis salam thot faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Pra kush e ka atë rënjen e tij sipas sunetit tim, ai është i udhëzuar. Wa man kanat fatratuhu ila ghayri dhalika faqad halak. E kush do që atë rënjen e tij të
veprave, pra në intensitetin e tyre e ka jashta sunetit tim, ai është i shkatruar. Pra, ne duhet ta dimë se tash pas përfundimit të Ramazanit ne duhet me qëndru veprave të mira sipas sunetit të pejgamberit alayhis salam. Pra jo me ra tërësisht në vepra të mira dhe me harru xhamin, me harru leximin e Kuranit, dhikrin e kështu me radhë, por me pas një normalitet ashtu siç ka qenë edhe pejgamberi alayhis salam jashtë Ramazanit, ku e dim që në një hadith të vërtet ka thonë unë jam prej juve që i druhna Allahut azza wa jall më së shumti dhe që ja kam frikën më së shumti. Dhe jam më i devotshëm prej juve. Por thot unë agjeroj në disa ditë e në disa ditë tjera edhe nuk agjeroj. Domethënë jam prej atyre që dhe ka thonë qohna në namaz natë dhe falin namaz natë, por edhe pjesën tjetër bëj gjumë. Dhe martohem dhe jam i martuar. Pra, duhet me di se ai normaliteti duhet me qenë sipas mesatarës që edhe Islami neve na ka porositur. Unë besoj që çdo njëri prej atyre që janë munduar me shfrytzu Ramazanin nuk ka qef një farfur me mu shkput ashtu tanësisht, po që atë intensitetin e fuqishëm që ka pas Ramazan nuk e ka i jashtë Ramazanit. Po, është e udhës që me i ditë edhe mekanizmat, shkaqet, qysh me vazhdu ata pet me kon adin veprat harit mu gjinë edhe pas Ramazanit. S'ka dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala dynjan e ka ba me ecë me shkaqe. Po gjithashtu edhe Ramazanin me majt ka shkaqe, duhet me ditën. Prej shkaqeve kryesore ose prej mekanizmave kryesor që e ndihmon besimtarin me qenë i vazhdushëm në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, e para është sinqeriteti me ta. Sa më shumë që njeriu të jetë i sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu ja mundson më shumë me qenë i devotshëm. E dyta, ose me radhë, është duaja që duhet me bë besimtari gjithmonë. E ne e kemi në surën Al Imran, duan që e bëjnë njerëz që e njohin Allahun më së shumti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Wallah mos na devijo pasi që na ke udhëzu, sepse në Ramazan vrehet ai lulëzimi i veprave të mira. E ky lulëzimi i veprave të mira duhet me vazhdu. Nuk bën me u ndal. Po a është veç me sinqeritet edhe me dua? Jo, vjen edhe diçka tjetër. E ajo është me pas shoqërinë e mirë. Me i gjetë njerëz cilët ty ta letojnë edhe ti me ta kur i kënaqesh duke bë adhurim. Edhe me stresu pak veten me nejt me ata njerëz. Është pak vështirë me nejt me njerëz që janë devotshëm. Se nuk e kanë jetën sikur shumica e njerëzve tjerë. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa ta'ala surën Kaf thot: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Thot duro me ata njerëz cilët e lusin Zotin ton në mëngjes dhe në mbrëmje. Mëngjes dhe në mbrëmje gjatë 5 vakteve. Krejt çto sillen. Dini jon me 5 vaktet. Mëngjesi dhe mbrëmja. Po a ka edhe diçka tjetër? Ka edhe diçka tjetër. Dietarët e përmenin që për me qenë njeriu në atë vazhdueshmërinë e veprave të mira, duhet me qenë i lidhur fort me librin e Allahut. E dihet që Ramazani është muji në cilin është shpallur Kur'ani. E ai i cili është i kapt për Kur'ani, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith me kuptimin e tij, që kush është i kapt për librin tim, ai as nuk ka me deviju, e as nuk ka me qenë prej atyre që janë fatzi. Po, ky Kur'an nuk është vetëm shkronjat e tij, për me e pasën ti qëndrueshmërinë fe, po gjithsesi duhet me qenë me besimtarin kuptimet cilat ai i lexon. Kuptimet me qenë të shoqëruar me të gjatë gjithë kohës. Mos me u ndapi kuptimeve. Si shumica, si dihet se Allahu na fal. Falet s'di sa herë gjatë tërë jetës tij, po asnjëherë nuk e ka shku mendje me ditë që i bjen elhamdulillahi rabbil alamin.
me kuptu bile pak çka po lexon fe, çka po lexon për ati Kur'ani që aja ka ditë. Ai adhurimi i tij është bërë rutinë, gjë që nuk duhet me ndodhë me besimtarin. Duhet me shiju. E kjo kush e mundson me kërku diturin me Kur'an, me kuptu ajo e cilën po lexohet për librit të Allahut. Se Allahu ka thonë vetë në Kur'an, fihi huden wa nur, ato ka udhëzim edhe ka dritë. Po përkën ka dritë edhe përkën ky Kur'an është i bereqetshëm për ata cilin e lexon, e kupton, e praktikon Kur'anin. Allah na mundsoft ya Rabbel Alamin. Me kon vazhdueshëm. Amin. Veprat e mira janë të shumta, hoq Suhejb. Në Ramazan, jashtë Ramazanit, alhamdulillah, Zoti ka lënë shumë dyrë ku mujna me fitu shpërblime. A ka diçka më të veçantë për shembull pas Ramazanit? Ramazan dihet është agjerimi. Po jashtë Ramazanit. Po. Ne siç e dimë, domethënë veprat e mira, siç është Ramazani, po ashtu edhe namazi, kur të vinë domethënë me shumë begati dhe mirësi. Spari, Allah Gjeleshanuhu do të me ditë që kur na ka mundsu pra pritjen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, neve gjithashtu na ka urdhëruar që me paraprit, domethënë me shumë vepra të mira, pra përgatitjen për këtë muaj. Por edhe gjithashtu e dim se Allah Gjeleshanuhu na ka mundsu që edhe pas këtyre veprave të mira, pra si agjerimin, po dhe namazin, me viju më pastaj me vepra të cilat disi na mbajnë lidhur për këto vepra. Andaj njëra prej atyre veprave që janë më të dalluara, nëse mund të themi ashtu, pas përfundimit të muajit të Ramazanit, është agjerimi i 6 ditëve të muajit të Shevalit, për çka dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet na ka përgëzuar ku ka thonë: "Men sama Ramadane thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr." Pra kushdo që e agjeron Ramazanin dhe më pastaj e pason atë duke agjeruar 6 ditë të muajit Sheval, është sikurse me agjeru pra krejt vitin. Pra ai agjerimi i cili njihet siyamu ad-dahr, pra i vazhdueshëm pa ndërprej. Këto ditë janë prej suneteve domethënë të pejgamberit alayhi salatu wasalam që i ka praktikuar. Domethënë ai i cili mundet me agjeru ato dhe ka shëndet të mirë, është e pëlqyeshme, është sunet që mos me lëm pra me ik kjo mundësi e madhe dhe me arrit këtë shpërblim jashtëzakonisht të madh. Për arsye se pejgamberi alayhi salam, por edhe Allahu xhaleshanu qysh ka thonë në Kur'an, e dim se e ka bërë shpërblimin e një vepre të mirë me 10 vepra të mira. E që i bie pra një ditë e muajit të bekuar të Ramazanit me 10 ditë. Pra që në tërësi, si një muaj, pra në 30 ditë, bëjnë gjithsej pra 300 ditë ose 10 muaj, dhe më pastaj 6 ditë të Shevalit, me 60 ditë shpërblim, ku gjithsej bëjnë 360 ditë. Andaj kjo për neve shërben, si me thonë, mos harrimin e Ramazanit dhe adoptimin ton edhe pas Ramazanit që ne të vazhdojmë pra me agjerim, me lehtë Zotit, edhe në ditë tjera të cilat janë të pëlqyeshme si ditën e hënë, ditën e ajte, më pastaj ditët e bardha, e kështu me radhë. Më thonë është një vepër shumë e mirë për gjithë ata të cilët kanë mundësi me bu. Inshallah Zoti na bën për atyre që s'ngihu me vepra të mira. Amin. Ramazani vetë është që na jep një farë vullneti me punu punë të hajrit. Vetë që shtynë ashtu. A thu çka është urtësia, hoxher janë? Urtësitë janë të shumta, po me i përmend disa prej tyre është e mirë. E para që mujna me përmend është edhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse besimtari është i lehtë në Ramazan me e bë vepra të mira. Dihet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim të Ramazanit e ka përmend që kur hin Ramazan, hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e zjarrit dhe prangosen shejtant. Edhe kjo për besimtarin është një liri. Është një liri që nuk i ka ato vezveset që i ka pas më herët. Ramazan është më i lirë. Prej urtësive tjera, ose prej arsyeve tjera, është
që Allahu subhanahu wa ta'ala në Ramazan liron njerëz prej zjarrit të xhenemit. Allahu na bof pyetyn e ja rabbel alamin. E besimtarët e kërkojnë këta me veprat e tyre, sepse veprat janë shkak që besimtari me fitu rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, që kur kush nuk ka me hinë xhenet me veprat e tij, as te ju dërgumi Allahu, do thonë ason, veç nëse Allahu na ka plon me mëshirën e tij. Po pse shtohen veprat në Ramazan? Është hadithi që është transmetuar te Ibn Khuzejme, që ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, që Allahu veprën nafile, sunet në Ramazan e shpërblen si kur farzin në Ramazan, si kur obligimin. E obligimin në Ramazan, Allahu e shpërblen me 70 herë më shumë. Thash llogaritë një besimtare ka folë sabahin, Allahu ja shkruan se vapin e 70 sabahave. Ai që ka folë sunetin e shkruan se vapin si kur me e bo farzin. Veç Allahu subhanahu wa ta'ala që është dhu rahmetin wasi'a, që e ka rahmetin e madh, e jep shumë në Ramazan. E duhet me ditën që ky muj kurorzohet edhe me natën e Kadrit. Se që Allahu subhanahu wa ta'ala në ta izbret me lajket e tina edhe shkruhet që ka mu ba për vitin tjetër, e inshallah jena për atyne që të kanë meritu me veprat e tyra rahmetin Allahut. Amen. E jena liru për zjarrit xhenemit. Amen inshallah. E sunetet e tyne janë basi farze, e farzet e tyne janë basi kushtatet farze. Amen. Amin ya Rabb. A ka ndonjë shay, Hoxh Suhejb, na se dim sigurt ato veç Allah e din kujt ju ka pranu, kujt jo, po Po. a ka shaja që muj me shpresu që inshallah na u ka pranu agjërimi? Po, ashtu siç edhe thatë jo, Hoxh Farudin, besimtarët gjithmonë kur veprat e tyre ja kushtojnë Zotit Gjelle Gjelaluhu, ata në vetveten e tyre gjithmonë e ndjejnë pra se janë duke i bërë veprat vetëm për hir të tij. Ashtu edhe duhet me ndje. Pra nëse nuk i ndjejnë, ashtu edhe besimtarët duhet me ndje se janë duke i bërë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Dhe që duhet me ditë se ky muaj i bekuar i Ramazanit është një mundësi me të vërtet mjaft e artë që neve me na pastru sa i përket kësaj çështje. Sepse ashtu siç e dim që Allahu Xhaleshanuhu kur është transmetuar në një hadith të pejgamberit alayhis salam, e që ai e ka transmetuar nga Zoti Xhelle Xhelaluhu, po në një hadith kutsi, ka thënë se gjitha veprat e besimtarëve e pra janë për të, mirë po ka thënë për agjerimin që ai është vetëm për mua dhe vetëm unë atë e shpërblej. Andaj, duke ditur si një vepër e cila është vetëm mes robit dhe krijuesit, kjo duhet me paraqit pra një shpresë të madhe që ju ka pranu tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Mirë po siç thatë edhe ju, ne nuk jemi të sigurt për asnjë vepër, as për agjerimin, por as për veprat e tjera derisa t'i shohim ato në ditën e gjykimit. Por ato shenja të cilat janë, domethënë, të dukshme, siç kanë shpjeguar edhe dietarët, nga ata të cilët ju janë pranu veprat e mira, këto shenja pra vrehen. E ato janë që besimtarët musliman pra i vazhdojnë veprat e tyre të mira. E vazhdojnë atë intensitetin e tyre, por edhe mbi gjitha e lutin Allahun Azza wa Jall, vetmohen në dua pra të tyre të cilat i bëjnë për Allahun, që Zoti Xhelle Xhelaluhu t'ja u ketë pranu. Dhe siç e dim, njëra prej cilësive të sahabëve që e kanë pas përfundimit Ramazanit, është që ata janë lut me muj të tërë që Zoti Xhaleshanuhu t'ja u ketë pranu. Bile thuhet që janë lut, domethënë 6 muaj me radhë, që Zoti t'u mundsoj atyre, domethënë që me agjeru Ramazanin, por edhe pas tij janë lut 6 muaj që t'u ketë pranu. Pra, në një anë e kanë atë brengën dhe atë shqetësimin se është pranu, mirë po kurse se nuk do ta teprojnë në këtë, për arsye se do ta kenë gjithashtu edhe shpresën se Allahu Xhelle Xhelaluhu ja u pranon ato. E ne e dim se ajo vepër e cila është vetëm për Zotin Xhaleshanuhu
dhe bohet me devotshmëri, Allahu do ta pranoj. Andaj, këto janë edhe, si me thonë ashtu, nëse muj me bo krahasim, sikur se ato dy krahte shpendit të cilët, domethënë, me to shpendje kryen atë funksionin e tij, ashtu edhe shpresa, por edhe brenga du të jenë për besimtarin, domethënë ndihmës që po pastaj vepra të ngritet tek krijuesi. Që lutim Zotin ta ketë pranuar Amin inshallah. këtë agjerim. Që përmene që na nuk guxojna me ra në pesimizëm edhe me thonë që s'na i ka pranu Zoti. Ndërsa qëllimi i agjerimit e përmeni Hoxha Erioni fillim, është takvallëku, devotshmëria. Vetë edhe Allah në surën Jusuf e ka shpjeguar shumë bukur. Në fund më kur Jusufi do të del triumfon, fitus, pushtetar, i bashkon familjen, e pështon lindjen e mesme për krizës ekonomike, i falë vllaznit, bashkohet familja, do më thotë gjitha aspektet, këtë sukseset i arrin, atër Jusufi e thët, ai që ja ka frikë Zotit edhe bën durim, fe inna Allahe la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu s'ja hup mundin atyne që i bujnë mirë. Zoti padyshim që këto çka kemi vepru, ai ka garantuar që nuk ka më na hup mundin inshallah. Inshallah e ka pranuar penive. Çka duhet me pas tash veç se ju kemi afru fundit, çka duhet me pas konsiderat me koni kujdesshëm besimtari mas Ramazanit. Besimtari duhet me qenë më i kujdesshëm pas Ramazanit ndaj smundjeve. Po cilat smundje? Është një smundje që nuk shihet, se është smundje e zemrës. E ajo është smundja cilët Zoti na ruajt, me sprovu Zoti dikon me ta, ilaçi është shumë vështirë. E ajo është me hi vetja në qef, el-ujbu. Besimtari asnjëherë nuk bën me u krenu me veprat e tij të shumta që i ka bën Ramazan. A ka bë hatme, a u qu natën ka fal, a ka dhënë sadak. Këto këto janë veprat mira që besimtari duhet mjashtu për ulësin para Allahut subhanahu wa ta'ala. E jo me u ba mendje madh, me i hi vetja në qef. Se nëse ka vetë pëlqim, ai nuk i kanë gja babës ti. Që ata ulemat, djetarët e përmenin, që thotë, bëhu si baba jëtë e mos u bë si armiku i babës të. Kam pas për qëllim, bëhu si baba jëtë Ademi, i cili kër e ka bo një punën e keqe, ka bo istighfar. E mos u bë si armiku i babës tënë, që kër e ka bo punën e keqe, mas pari kanë punë e zemrës ajo, nuk ju ka shi. Vetë pëlqimi ti që ka thonë, unë ana khairun minhu, jo maj mirë se ai. Thotë, mos u bë si armiku i babës tënë. E ulemat e kanë përmen, edhe gjindit kjo në për libra, që thonë një punë e keqe, e cila ty të shqetëson, është ma e mirë se sa një punë e mirë që ty t'hin vetja në qef. Allahu na rujtë sepse agjerimin e Ramazanit e kena pas farz, obligim për anës të Allahut. Faljen e 5 kohëve të namaz e kena obligim për anës të Allahut. Këto vetëm duhet me ishtu besimtarit thjeshtësin. Me konë sa ma i thjesht me Allahun, sa ma i afërt me Allahun. E asnjëherë veprat e mira me jashtu vetëpëlqimin e me një mallësin. Për ndryshe, nuk është problemi tek veprat, po është problemi tek veprusi. Ai ka problem me zemrën e tij. Allahu na pastroj zemrat. E dalëm për Ramazanit me zemrat paqta. E gjithmonë me zemër që i kërkon falje Allahut, e është e kthime ka ai. Hoj Suhejb, ti edhe folja ashtu që na nuk dim kush është fitus, kush është hëms. Që ka thonë edhe Aliu, Allah qoftë i kënaqur me ta, sikur ta kisha ditë kujt ju ka bu kabull, i thonë për hajër të koft. Po edhe ati që ju ka bu kabull me ngushlu, jashtë nuk shkryt. Për ata që se kanë shfrytzu këtë muj, e shkoj. Kina i mesazh. Po, s'pari, ne duhet me kuptu që kur Allahu xhaleshanuhu ua ka mundësu njerëzve agjerimin e muajit bekuar të Ramazanit, kur ja u ka mundësu atyre me i përjetu gjitha
ato të mira që Zoti Gjelle Gjelaluhu i zbret në këtë muaj, duhet me ditë që Allahu Gjelle Gjelaluhu neve, edhe pse na ka ngarku, domethënë me agjerim, edhe pse neve na i ka dhënë gjitha këto të mira, prapë se prapë ai ka kërku nga ne, domethënë që të vim te këto vepra të mira, por jo duke ngarku veten më shumë se sa që mujmë ne. Dhe i ka liru gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi, domethënë prej agjerimit. Pra, gjithë ata të cilët janë qoftë në udhëtim ose ata të cilët janë të smut. Dhe ka thonë yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ashtu siç e dim, pra në ajetin kuranor, ku Allahu thot pra, ai ju dën për juve të lehtën, ju dën për juve atë që është më e lehtë ta bëni, dhe nuk ja u dën juve pra të rëndën, nuk ja u dën atë që... Mja u letu, jo mja vërënu. Po, mja u letu e jo mja u rënu. Dhe që gjitha këto vepra të mira, po që se një njeri me të vërtet dëshiron me i shiju, ai mundet me i shiju dhe mundet me i kry, sepse Zoti Gjeleshanuhu, kur dëshiron me largu një njeri prej zjarrit të xhenemit dhe me bo prej banorëve të xhenetit, ai pra do të më përgjigj me shumë dashamirësi dhe me nxitim me të vërtet mjaft madh në këtë muaj. Ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar këtë shans që vjen ndoshta një herë në jetën tonë, sepse ne nuk e dim a do të jemi gjallë apo nuk do të jemi gjallë në Ramazan e ardhshëm, duhet me ditë se edhe shumë njerëz nuk kanë pasur fare, domethënë fatin që ta presin këtë muaj. Pra ata tashmë gjenden në botën tjetër, qoftë prej familjarëve tanë, qoftë prej atyre të cilët janë të huaj, pra thjesht, ka shumë prej tyre që nuk e kanë pritur fare dhe ne duhet me marrë mësim prej kësaj. Pra duhet me qenë njerëz që reflektojnë kundrejt saj. Por edhe me ditë që Allah Gjeleshanuhu ka vendosur kufi, ka vendosur domethënë për neve shenjat të cilat neve, si me thonë ashtu, na bëjnë që të marrim mësim, na bëjnë që të kfillemi dhe t'i lajmë pra ato gjinohe. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam në një hadith të vërtet, për cilët se një ditë ka hyrë domethënë në minber për të marrë hutbën e xhumës, dhe kur është hyrë në shkallën e parë të minberit, sahabët e kanë dëgju që ka thonë amin. Dhe kjo ka qenë paksa e çuditshme për ta, sepse këtë nuk e ka bu pejgamberi selam në herat e tjera. Dhe nuk e kanë pas të qartë për çfarë arsye pejgamberi selam po bën amin. Dhe kështu ka vazhdu edhe në shkallën e dytë. Pasi që është ngjitur ka thonë amin, por edhe në shkallën e tretë ka thonë amin. Dhe kur pejgamberi alayhis salam e ka përfundu pra hutbën dhe masi që ka zbrit prej minberit, sahabët janë interesuar, si çdo herë, domethënë për çdo çështje kanë pyet. Dhe i kanë thonë, çfarë ishte ajo o i dërguar i Zotit që theve 3 herë amin, ne nuk po e dim për çfarë. Pejgamberi alayhis salam më pastaj ia sqaron edhe thotë, më erdhi Xhibrili alayhis salam dhe më tha, ai i cili e ka mbërri që të jetë gjallë, domethënë me 2 prindrit e tij, ose vetëm me njërin prej tyre, dhe që nuk është sill mirë me ta, dhe më pastaj ka vdekur, pa u pendu tek Zoti Gjeleshanuhu, Allahu do ta futë në zjarr të xhenemit, dhe do ta largojë nga mëshira e tij. Thuaj amin, dhe pejgamberi sa ka thonë amin. Më pastaj vazhdon pejgamberi sa thotë, dhe më tha, ai i cili ka mri Ramazanin dhe ka dalë prej tina jo i falur prej Zotit Gjeleshanuhu, dhe ka vdek i tillë, Allahu Gjeleshanuhu do ta fusë në zjarrin e xhenemit. Dhe do ta largoj nga mëshira e tij. Thuaj amin, dhe ka thonë amin. Dhe në tretën herë, Xhibrili ka thonë, ai i cili kur përmendesh ti tek ai, nuk të dërgon salavat dhe do të vdes në këtë formë të tillë, Allahu Gjeleshanuhu do ta fusë në zjarrin e xhenemit dhe do ta largoj nga mëshira e tij. Thuaj amin, dhe kam thonë amin. E dietarët duke shpjegu këtë hadith, kanë thonë, edhe pse hadithi ka ardhur në formën e dëftimit, pra se çfarë do të ndodhë me atë i cili nuk e agjeron muajin e Ramazanit, ka thonë në vetvete, pasi që pejgamberi selam është lutur dhe ka thonë amin,
i bie se kjo ka qenë lutje, pra kuptimi i saj është lutje. Kundraj atij i cili nuk e shfrytëzon pra muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe është domthon si me thon mallkim kundrejt tij. Allahu na ruaj. Dhe kjo me të vërtetë është një çështje me të vërtetë mjaft e rrezikshme që ne i shohim për fat keq shumë prej tyre të cilët nuk dëshirojnë pra ta agjerojnë, edhe pse kanë shëndetin e plotë dhe kanë mundësitë, por nuk dëshirojnë që t'i pranojnë, më thonë, dhuratat e Zotit. E ku ka humbje më të madhe se mos me pranu pra atë dhuratën e Zotit që me të falë ty prej xhenemit dhe me të bo prej xhenetlive. Andaj çështja e parë që besoj duhet me bo është pendimi tek Allahu xhaleshanuhu dhe atë me nxitim të shpejtë. Për arsye se nëse një person i tillë vdes, një përfundim do të jetë shumë i keq për të. Dhe lutim Zotin xhaleshanuhu që na ketë bëu prej atyre që kanë reflektuar kundrejt kësaj çështje dhe Allahu xhaleshanuhu ja u ka pranuar veprat e tyre. Amin. Veç që kemi kalu minutat e emisionit, ka një mesazh shumë të shkurt për shikuesit. Unë mesazh të shkurt, tash qysh me shkurtu, tash jena tash në fund krejt, po lusë Allahun e madh dua për bëj që mi au pranu gjitha veprat e mira. Inshallah me veprat e tona të mira kemi fitu kënaqësinë e Allahut. I kemi kanë për atyne që jënë kanë fitimtar këtë muj, e asnjëherë për atyne që kanë humb. Inshallah me lejen e Allahut e kemi mri xhenetin me veprat tona, e paqja edhe bekimi Allah që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me gjithë ata që të ndjekin rrugën e tij. Amin, amin. Unë si mesazh kisha dashur me thonë që duke lutur Zotin qështa dhe Hoxherioni na ketë pranu veprat tona, e gjitha ato veprat këqijat na ketë shly. Lusë Allahun që na ketë bëu prej atyre që i kanë marrë këto mesazhe prej Kuranit dhe që t'jenë prej atyre të cilët reflektojnë me këtë libër i cili ka zbritur në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, sepse ajo është me të vërtetë lidhja jone vetme me Zotin xhaleshanuhu. Dhe lusë që ashtu siç kemi qenë Ramazan, të jemi edhe pas muajit bekuar të Ramazanit, që ky muaj të ketë qenë për neve vetëm një shtysë e mirë që të vazhdojmë pastaj me veprat tona edhe pas muajit Ramazanit, dhe që na ketë stërvitur pra edhe vetveten tonë që të vazhdojmë sa më shumë në veprat mira. Dhe lusë Zotin xhaleshanuhu që të na ketë pranu këto vepra e gjitha ato veprat këqijat na ketë fshi. Amin, amin. Allahu i shpëlbeft, inshallah. Dhe shikues të nderuar, e lutim Allahun që me të vërtet për gjitha emisionet të cilat janë bërë prej fillimit të këtij muaji të bereqetshëm, mas parit kemi dobi na, pastaj edhe ju, për fjalëve të mëdha dhe me vlerë që janë thonë për hoxhallarëve të ndryshëm. Zoti ju shpëlbeft edhe juve që na keni përcjell gjatë gjithë këtyre netëve. Dashur Allahu që këtu na i shtojnë imanin, besimin për me vepru veprat mira, po dhe ashtu e lutim Allahun xhaleshanuhu që na i vendos juve kohën që keni kaluar së bashku me neve, po dhe na këto që kemi kontribu, na i vendos në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit, në ditë kur s'na bën dobi as pasuria, as evladi, po vetëm ato që kemi bu për hir hatër të Zotit. Zoti ju shpëlbeft, Allahu qoftë i kënaqur me neve dhe juve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.